Shumë prej tyre nuk ishin të pranishëm gjatë luftës. Megjithatë, shtetet që përfaqësojnë dhanë mbështetje të rëndësishme për Kosovën. Pikërisht për këtë arsye, ambasadorë dhe diplomatë të shteteve mike u ftuan në pritjen shtetërore të organizuar me rastin e 27 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Para krerëve institucional të Kosovës dhe të Shqipërisë, ambasadorë dhe diplomatë nga shtete të ndryshme, foli ushtruesja e detyrës së presidentës së Kosovës, Albulena Haxhiu. 27 vjet më parë, më 12 qershor 1999, Kosova hyri në një epokë të re lirie. Pas një periudhe të gjatë shtypjeje dhe pas krimeve që nuk i harron asnjë brez, lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe intervenimi i NATO-s detyruan makinerinë e dhunës serbe të tërhiqej përgjithmonë nga vendi ynë. Haxhiu kujtoi edhe momentet e kosovarëve kur u kthye në vendlindje. Kolonat e gjata që muaj më parë largoheshin nga vendi, tani po ktheheshin drejt shtëpive. Njerëzit dilnin në rrugë për të përqafuar njëri tjetrin, për të kërkuar të afërmit dhe për të nisur jetën nga e para. Në këtë ceremoni mori pjesë edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, i cili e cilësoi 12 qershorin si një nga datat më të rëndësishme në historinë kombëtare shqiptare. Begaj kujtoi edhe ish-krerët e UÇK-s që po gjykohen në Hag. Këtë ditë feste dhe reflektim, mendja dhe zemra është edhe në Hag, aty ku krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës po përballën me një tjetër betejë, në një proces që rëndon si një padrejtësi e madhe historike. Ata që udhëheqën popullin drejt lirisë, sot po paguajnë një çmim të lartë për të mbrojtur dinjitetin e një lufte që ishte e pastër, e drejtë dhe shkrimtare. Ceremonia përfundoi me mesazhe uniteti, mirënjohje për dëshmorët dhe aleatët ndërkombëtar, si dhe me urime për ditën e çlirimit të Kosovës.